Humerista që tallën me fe, aleikum selam. Na flasim në përgjithësi për hukmin e talljes për fe, duke mos ja përshtat këtë hukm personit dhe apo individit caktuar, sepse dallon gjendja e individit nga individi tjetër, sepse dikush tallet me mos dije, dikush tallet duke mos e kuptuar realitetin e talljes, por se na themi generalisht, tallja me fe të nxjerrin nga feja. Për këtë shak nga si përmendin dietar të akides min nawaqidil iman el istihza'u bid-din, sot nga gjërat të cilat gjëra e prishin imanin dhe të nxjerrin nga feja, është tallja me fejnë Allahut Azza wa Jall. Bile mu tall me një harf nga feja Allahut Azza wa Jall, që kam përqendrim nga Kur'ani famëlar, është dalje nga feja. Është dalje nga feja e cila nevojitet për shahadet, për shqiptimin e shahadetit edhe për gusull të ri me pendim të sinqert. Me pendim të sinqert. Kështu që themi, vaj dhe mjerë për ata që marrin guximin që të tallen me fen e Allahut Azza wa Jall, sepse tallja me fen të nxjerr nga feja të bën nga besimtar në jo besimtar, nga imanli në mos imanli, nga musliman në kafir. Të tallësh me fe bosh prej musliman në kafir, pa marrë parasysh se ai ke emrin Muhammed, Hasan apo Ahmed. Nëse tallesh me fe e emri jot me automatizëm bos tanki dhe petki, nuk mbetesh më Muhammed, Hasan, Isan. Gjithë ditë të shkruaj emrin Muhammed. Nëse e tall me fenë e Zotit ke dal prej fesë. Kështu që themi Allahu i përmirësoft ata dhe mundsoft që sa më shpejt të pendohen dhe që të mos tallen asnjëherë me fenë Allahut subhanahu wa taala. Edhe pse ligji i Zotit është që ata që tallen me fenë Allahut Azza wa Jall të hakmiret me ata më njëherë. Të hakmiret ata më njëherë. Hakmarrja e Zotit vjen prej këtë dunjë ndaj atyre që tallen me fenë Allahut Azza wa Jall. Rastet janë të shumta në histori dhe të shumta janë edhe në ditën e sodit, që na ndoshta kemi pas mundësinë që të i shohim me sytë e ton lloj raste, lloj njerëz të cilët tallen me fe, të cilët kur kanë vdek Allahu a ka shndruar fytyrën në gomar, të cilët i kanë vorosur mas 12 të natës që askush mos t'i sheh. Që askush mos t'i sheh. I kanë vorosur në 12 natës që askush mos t'i sheh. Raste të cilët i di unë vetë personalisht, që jam shumë i ri, që kam shumë pak mosh, por Allah ma ka mundësu që të di rastet me adresa, me emër, me mbiemër, të cilët janë tallë me fenë Allah ma ka marrë shpirtin duke a shëndru ftyrën në gomar. Ka të tjerë të cilët Allah ma ka shëndru ftyrën në derë. E pastaj ka marrë ftyrë, ja ka marrë imanin, ja ka marrë në shpirtin. Si ja ka marrë shpirtin pa i nënçmu, pa i shëndru në gomar, pa i shëndru në derë. O Zot na ruaj nga kjo. Kështu që mesazhi jonë është që ata të tallë që kanë marrë guximin të tallën me fe, sa më shpejt të bëjnë tybe dhe të pendohen, sa s'va ka marrë fytyrën Allahu prej kësaj dunjoje. Le të pendohen sepse dera e pendimit është çel. Pa më parasysh se çfarë kanë bërë ata, sa më shpejt të pendohen dhe të kthehen në fenë e drejtë, fe e cila garanton siguri dhe rahati në këtë dunjë dhe ahiret. Këta të cilët kanë bërë pikturat, filmin, këtë diçka një pjesë e tyre janë duke vdekë në mënyrë misterioze. E dini jo, një pjesë e tyre sa kam dëgjuar edhe kam pranuar Islamin, por një pjesë e tyre që kanë betë këmbgulës në këtë zullum, në këtë padrejtësi, i kanë gjetë të vdekur në shtëpitë e tyre në mënyrë misterioze. Askush se din si kanë vdekë. S'ka diagnozë, askush nuk i kanë bytë, asnjë smundje s'u ka ardhur, atë vdektë janë. Që themi atyve Allahu Azza wa Jall ka muathi qafën sa më shpejt, kurse na muslimanët t'ja parashrim vetvetes një pyetje, na a i njohim aq sa duhet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, apo u dash që dikush me na e shahat që neve me na u kujtu që me marr me lexuar një libër rreth personalitetit të tij të mirë e të ndriçueshëm, dhe du të parashtru pyetjes edhe një pyetje vetvetes edhe një pyetje
Në tjetër, vallë mos jemi bona shkaktar që dikush me shoh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, sepse s'kemi ditë mirë me manifestu këtë din, s'kemi ditë mirë që na mu tregu besimtar të sinqert dhe praktikues të mirë dhe në mënyrë të drejtë të sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e si pasojë e gabimeve tona dikush është irrituar prej neve dhe ka marrë guximin që më shoh atë. Gjitha këto pyetje duhet parashtruar çdo kush vetvetes dhe përmirësuna vetveten ton, e pastaj themi Allahu o athef qafën atyve të cilët kanë marrë guximin që me njollos personalitetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.